Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka avjuar takimet e tij në Bashkinë e VAUTD-s. Në një takim i cili u shfaq si rastësor, Rama ka bashkëbiseduar me kryebashkiakun Zefila. Kryetari i Bashkisë së VAUD-s Zefila ka treguar mbi bisedimet që ka zhvilluar me kryeministrin Edi Rama gjatë vizitës së tij në VAUD-s dhe investimet për të cilat kreu i qeverisë është shprehur pozitiv dhe i gatshëm për të financuar. Një investim i munguar në vite dhe kryeministri premtoi që ky investim do të ketë fillimin dhe përfundimin e tij. Gjithashtu ne sapo pamë që pas pak ditëve në Bashkinë e VAUD-sit ne do të fillojmë rikualifikimin e qendrës së qytetit. Tashmë është një projekt i miratuar ku pas pak ditëve ne do të fillojmë punimet për tjetërsimin e qendrës së këtij qyteti. Gjithashtu kryeministri i bana një panoram për sa i përket situatës në Bashkinë e VAUD-sit, kryesisht për shtëpitë e banimit që janë me eternit, që janë një sasi e konsiderueshme, janë rreth 120 familje. Kryeministri na premtoi, ne shpresojmë që bashkëpunimet do të jenë të vazhdueshme. Por ajo që është kryesorja që unë do të them sot këtu, shumë shpejt ne do fillojmë punimet për ndërtimin dhe rikualifikimit të qendrës së këtij qyteti. Ila nuk ka harruar që të shigjetoj partinë e tij, teksa thotë se VAUD-s u la në harres prej shumë vitesh, ndërsa shpresa e Zefiles për investime është Edi Rama. Është një qytet i lënë në harres prej vitesh, ne do t'i themi gjërat ashtu siç janë, ne bashkëpunojmë me çdo institucion kombëtar, ndërkombëtar, me qëllim që problemet të gjejnë një zgjidhje sa më shpejt. Më pas Rama ka avjuar takimin me strukturat e Partisë Socialiste në këtë bashki, ku sërish në fokus të bisedes ka qenë puna e institucioneve dhe organizimi i tyre, me qëllim ringritjen për zgjedhjet e 2017-s.